që kjo video është veç për femra. Nëse ke lind, ki me lind, ose një dike që ka me lind, ndoje që të video me ta. Mas lindjes natyrisht është normale me i hup muskujt e barkut, e posaçërisht nëse ke bo lindje cezariane. E qëto janë 4 gjëra që munësh me i bo që edhe unë i kam bo mas 2 lindjeve fëmija. Janë të lehta, janë për fillestare, edhe kanë për qëllim për me të ndihmu me u lidh pak ma shumë me barkun tënë. Hajde po fillojmë. Por si këshill, minimum 6 deri në 8 javë ja lejon vetet me u shëru vara, edhe pse unë për vete kom prit 3 muaj det, që e quaj 3 mujori i 4. Fillimisht, lehtësisht e masazhon me dorë atë pjesë për me liru që ato indet e gërvishura apo scar tissue, që formon pas operacionit edhe ta limiton mobilitetin. E bën këtë 2 deri në 5 minuta. E dyta, frymarrja me diafragëm. Kur merr frym, barkun e rrit edhe e vren që edhe brinjët hapen dhe kur e liron frymën, barku futet mrena. Kjo të ndihmon me i aktivizu edhe barkun, po njëjtën kohë edhe pelvikun. Munësh me qit frymën edhe përmes gojës nëse nuk i mundësi me qit përmes hundës. Bëne këto 2 deri në 5 minuta. Në pozitën tabletop, fillimisht një dorë e çon lart dhe e ul. Këtë e bën deri në 10 herë, e më pastaj shkon tek këmba ku e dërgon këmbët lart dhe e ul. Nuk ki nevojë fillimisht me dërgu këmbën shumë lart, vetëm e mban shpinën drejt. Të njëjtën gjë e bën edhe në anën tjetër. Çdo herë fillon me 5 e pastaj munësh me e rrit me kalimin e kohës. Mbajtja e gjurit. E shtrir me shpinën në tokë, këmbën e mban të lakuar me shputën në tokë, ndërsa tjetrën e lakon. Dhe me dorë e shtyp duke aktivizu këtë komplet barkun. Kujdesu që shpina me qenë komplet e shtrirë në tokë. Mundesh me nis fillimisht me 10 herë në secilën anë e pastaj mundesh me rrit. Një gjë që është me rëndësi, çdo herë dëgjoje trupin tonë. Nëse diçka nuk ndihet mirë, ndërpreje e vazhdon përsëri pas një periudhe. Për më shumë video si kjo, na ndiqni në krejtë rrjetet sociale në Urban FM edhe bëni subscribe në YouTube.